Veç muzikës, vajza që vjen tani adhuron shumë edhe kulturën aziatike. Pasionet veçanta në kufi të largët. Unë quhem Vilma Çekani, jam 20 vjeç, vi nga Tirana. Jam këtu me Vilmën. Konnichiwa. Konnichiwa. Je apasionuar pas kulturës aziatike apo jo? Shpeshherë në fundjava takohemi me miq të cilët ndajnë po të njëjtin pasion me mua. A ju jeni një komunitet mangash në Shqipëri? Po, anime dhe manga, kështu e quajmë veten. Ke pasione dhe muzikën apo jo? Po, normal, muzikën aziatike. Jo, mendova se atje thjesht kishin ca tip pastir, marshtim. Jo, ka shumë vokale të fuqishme, ta siguroj. Në fakt, The Voice për mua është një sfidë, pasi dua të zbuloja atë pjesën tjetër të vetes time. Ka probleme intonative. Si që është? Vilma. Vilma keni zo për mu shumë të bukur, edhe të veçantë, që ka një tendencë me qenë eksplorativ edhe teknikisht, po ki probleme teknike në veçanti me intonacionin, edhe unë t'inkurajoj me punu, me ju rek, se mund është me adojtë. Gjeje një mësuse se një mësuse, që ku i ki këtë, disa, edhe bon diçka me zonin tonë se e ki të mirë e ki me potencial. Shumë faleminderit. Sa e mirë! Jo, s'ka gjë. S'ka gjë, Po, unë erdhëm për të provuar veten, nuk është. Okej, nuk është shfundi botës. Po normal. Të paktën për një ndryshim, nesër kur të mblidhesh me grupin e mangave, do flasin për ty që nuk e dolën në përboj. Ajo di. Por mos harro të më bësh manga këta të katërt. Po, next time. Dhe të ma sjellësh foton se do e vën në faqen time në Instagram. Okej, ma premton? Sigurisht. Okej.